niset pra Ebrahaja prej Jemenit me ushtrinë e madhe, i armatosur, dhe në hyrje të Mekkes, aty grabisin apo marrin devet e Kurejshve. Dhe prej tyre ishin 200 krerë devesh të Abdul Muttalibit, i cili ishte gjyshi i profetit sallallahu alaihi wasallam, ishte i pari i Mekkes, ishte prej parisë së Mekkes, Abdul Muttalibi, gjyshi i profetit sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dhe pasi kjo ndodh, atëherë Abdul Muttalibi vendos të shkojë dhe të takojë Abraham. Dhe kur shkon në kampin e tij, atëherë Abrahaja impresionohet prej pamjes së Abdul Muttalibit, që ishte fisnik. Dhe ulet në tokë së bashku me të. I thot që pse ke ardhur? I thot që kam ardhur të më kthesh devet e mia. Ai thot vërtet për këtë ke ardhur, ndërkohë që unë po vi që t'ju shkatroj juve shtëpinë e shenjtë, me të cilën lidhet historia juaj, lidhet feja e gjyshëve tuaj, lidhet me të feja juaj. Dhe thuhet që Abdul Muttalibi ja kthen duke thënë që unë jam i Zoti i tyre, ndërsa shtëpia e shenjtë ka Zotin e vet, i cili do e mbroj atë dhe nuk e lën në balt. Ebrahaja ja kthen devet.